Me një sjellje të paprecedent të dhunshme dhe agresive, deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar ndaj gazetarit të News 24, Marcel Rupi, në hyrje të kryesisë së kuvendit. Në pamjet e publikuara duket momenti kur gazetari afrohet deputetit duke i drejtuar një pyetje në mënyrë të qetë, ndërsa Braçe e shtyn dhe më pas përdor një gjuhë të papërshtatshme. Ua, shive si e shtyn, Erion Braçe, dhunë. Pamjet janë filmuar me telefon nga një qytetar shqiptar i diasporës, i cili ndodhej përpara kuvendit. Prania e tij duket se ka shkaktuar irritim te deputeti socialist, i cili më pas ka reaguar me tone të ashpra edhe ndaj personit që po filmonte. Pa kënaqësinë e tij, Braçe ka shfaqur ndaj gazetarit të News 24, pavarësisht se ky i fundit dëgohet i sqarojë se nuk ka lidhje me personin që po realizonte filmimin. Në pamjet e publikuara dëgjohen gjithashtu fjalë fyese dhe tone agresive nga ana e deputetit ndaj qytetarit që po filmonte. Unë pler, a? O Picavec? Picavec? Unë profesor diasporën. Unë drogaxhi, a? Të erdhi fundi. Ik shko ruaj barin atje, E pe barin tim. Shko ruaj barin atje, pis. Me bar merren. News 24 dënon ashtë për çdo sjellje që cënon sigurinë dhe integritetin e gazetarëve të këtij televizioni gjatë ushtrimit të detyrës. Gazetarët kanë të drejtë të bëjnë pyetje ndaj zyrtarëve publik, ndërsa këta të fundit kanë të drejtën të mos përgjigjen. Megjithatë, asnjë rrethan nuk justifikon përdorimin e forcës fizike, intimidimin apo pengimin e punës së medias. Edhe Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë ka reaguar duke cilësuar të papranueshme çdo formë pengimi, intimidimi apo kontakti fizik ndaj gazetarëve gjatë ushtrimit të detyrës. Organizata u ka bërë thirrje zyrtarëve publik të respektojnë rolin e medias dhe deputetit Erion Braçe i ka kërkuar reflektim dhe një ndjesë publike ndaj gazetarit Marcel Rupi.